Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion. Rikthehemi fakt me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar një nga zhvillimet e ngjarjet më të fundit. Në fakt, duket sikur prokuroria e Agës ka kaluar në një fazë çmendurie. E them në një fazë çmendurie sepse ka kërkuar 180 vite burg për ish komandantët e UÇK-s, për Kadri Veselin, Hashim Thaçin, Rezgjep Selimin dhe Jakub Krasniqin. 4 komandantë të cilët i kanë marrë armët për të mbrojtur familjen e vet. 4 komandantë të cilët i kanë marrë armët, madje disa prej tyre madje nuk mund të kenë marrë armë, por vetëm kanë orientuar dhe kanë drejtuar operacione për të mbrojtur vëllezërit e motrat e tyre. Në fakt ne dim shumë mirë që UÇK-ja nuk ishte një ushtri e mirëfillt të organizuar, por ishte një lëvizje rezistence. Një lëvizje e cila u bë e detyrueshme për shkak të masakrave dhe genocidit serb që ndodhin në Kosovë. Janë shumë pak vite dhe secili prej nesh, të cilët që kemi lindur në vitet 90 ose ata që janë më të mëdhenj ose më pas, e mbajnë mend se si vëllezërit dhe motrat tanë kosovar, nga kufiri i Kosovës për në Kukës, për në Tropoj, për në çdo qytet të Shqipërisë, për të shpëtuar masakrave serbe. Kjo është një panoramë e freskët për ne dhe e dhimbshme. Por në fakt duket se Haga tashmë duket sikur ka kaluar një proces i cili duket se nuk i ka bërë mirë, të paktën prokurorit Agës. Presim se çfarë vendimi do t'japi gjykata e Agës. Në fakt dhe për Amush Haradinaj, prokurori i Agës kërkoi 25 vite burg, por në fakt në fund gjykata e Agës i dha 0 dënim. Por ajo që na ka shqetësuar gjatë gjithë kohës është që shumë prej kriminalëve serb, shumë prej atyre që kryen masakra ndaj popullit shqiptar në Kosovë, që ishin funksionar të lartë politik dhe ushtarak të Serbisë, u dënuan shumë pak dhe nuk kanë pasur pretenca të tilla, siç po mundohet të ndodhi me 4 komandantë tanë Agë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Rezgjep Selimi. Këtë në fakt do diskutoj ditën e sotme. Çfarë po ndodh? Edhe vetë parlamenti në fakt ka dalë sot dhe është e natyrshme që do dilte me një kërkesë do thoshja, e cila të ishte unifikuar. Por çfarë do ndodhi në vazhdim? Si do të veprohet, si do të menaxhohet? Janë bërë disa protesta sensibilizuese. Ka ndodhur në Tiranë, ka ndodhur në Shkup dhe në datën 17 pritet të jetë në Prishtinë. Por në fakt kam kënaqësinë të kem në studio një prej zërave i cili është artikuluar shpeshherë për qëndrimet e tij patriotike, por edhe për kauza të rëndësishme që lidhen me UÇK-n, zotin Azgan Haklaj. Azgan, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën, mirë se gjeta. Azgan, kënaqësia ime do doja ta diskutonim këtë çështje në fakt t'ju pyesja një si njeri që do vendin e vet, por edhe si një shqiptar, si u ndjet kur dëgjuat 180 vite burg për komandantët e UÇK-s? Shikoj, ishte përtej fantazisë njerëzore, normale, juridike, që 4 luftëtarë, çlirimtar, për 4 luftëtarë, prokuroria e tha që shumë bukur, çmenduri, kërkoi 180 vite burg, duke u mbështetur tek disa informacione të shërbimeve sekrete serbe, slave, ruse. Prokuroria njohu të shmit në intimidim edhe të disa shqiptarëve, pra çudia e madhe ishte që për Slobodan Miloševićin kanë qenë 60 shqiptarë, për ushtrinë çlirimtare, pra për drejtuesit ishin rreth 200 dëshmitar. Mirë, po disa prej tyre thanë në intimidim, janë përpjekur të ndryshojnë dëshmitë e tyre që ka qenë kredi pamundur. Çmenduria, po vazhdoj me fjalën çmenduri, ishte sa prokurori thoshte që Hashim Thaçi ka dëgjuar këngën gjatë luftës mora fjalë kushtuar Adem Jasharit. Prokuroria nuk përfilli dëshmitë e specializuara të NATO-s, sepse prokurorinë e shqetësonte mora fjalë Adem Jasharit. Sigurisht. Pra, prokuroria ishte në hall të madh sepse
po përpiqe me gënjeshtra, me të pavërteta, në mënyrë prepotente, arrogante, ti imponohej opinionit publik, sepse ajo dëshmoj qartë që është zëdhënëse shërbime slave. Gjithë që ka mbledhur nga shërbimet slave, të thotë që është vërtet një çmenduri. Një prapaskeni luajtur për të dëmtuar UÇK-n. Sigurisht që ajo nuk është thjesht për të dëmtuar Hashim Thaçin apo për të dënuar Kadri Veselin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin, ajo është për të dënuar për të njëllosur luftën e drejtë, kauzën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Prokuroria tha kanë mashtruar institucionet ndërkombëtare. Si ka mundësi që pas kanë mashtruar NATO-n, zotëri, sepse aksionet e UÇK-s kanë qenë në akord perfekt, të plot me NATO-n. Pra, që të mos ndalemi në teknikalitete, në artifica juridike, po merremi, domethënë, me atë që ka interes qytetari thjesht. Është një akt akuz e fabrikuar politikisht, është një strategji e slave për të njëllosur luftën, kauzën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për realizimin e ëndrrës 600 vjeçare. Pra çlirimin e Dardanisë antike. Në qoftë se shohim statistikat, zotëri, duke nisur që nga masakra e Srebrenicës, nga masakrat në Kosovë, masakra e Bihorit, sa të dënuar janë nga këto masakra. 8.000 sa vetë janë të vrarë në Srebrenicë. 9.200, zotëri, janë të vrarë në masakrën e Bihorit, në lugën e Parancë, në Maltëzi, 8.000 civil. Janë djegë në mullar të Barit. Dhe ai që ka udhëhec këtë masakrë është Draža Mihajlovići bashkë me Đuričićin. Dhe tani Serbia i ka bën shtatorën në Beograd. Presidenti i Serbisë është zëdhënësi i luftës, është ministri i luftës, është zëdhënësi, është bashkëpunëtori me ngushtë i Miloševićit. Ai është president dhe këta dënojnë Hashim Thaçin, cili ka firmosur në Rambëje. Kërkojnë dënimin e Hashim Thaçit, cili ka shpallur pavarësinë e Kosovës. Pra kjo është fiks dënimi i historisë dhe përpjekja për ta rishkruar historinë. Historia nuk rishkruhet, zotëri. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë ndalëzotëse ndaj popullit Kosovës, sepse masakrat më të tmerrshme i ka bërë ushtria gjakatare e Çengisanit, Ballkanit, Slobodan Miloševići. Ka vrarë mbi 10.000 civil. Ka bërë mbi 100 masakra masive. Ka përdhunuar 20.000 gra e vajza. Ka vrarë 1.432 fëmijë. Mbi 1.600 janë të zhdukur. Sot nuk ka varë Ukshin Hoti, Femi Agani. Dhe tani thuhet që këta që i kanë dalë për Zot, popullit vetë, këta janë ndërmarrje e përbashkët kriminale. Pra një akt akuzë shumë e çuditshme, por një platformë e qartë, e mirë organizuar nga shërbimet slave për të njëllosur kauzën e drejtë të ushtrisë çlirimtare që ka siguruar mbështetjen e NATO-s. Pra çlirimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe çlirimi i Kosovës, shpallja e pavarësisë është një nga ngjarjet më të rëndësishme pas epokës së Gjergj Kasiotit Skënderbeut, pas epokës së lidhjes shqiptare të Prizrenit, kemi epokën e rëndësishme të lindjes të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe realizimit e ëndrrës 600 vjeçare të popullit të Dardanisë antike. Dhe pikërisht për këtë, ata po përpiqen ta njollosin luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por pa diskutim, ushtria çlirimtare e Kosovës ka nënshkruar epopen më të lavdishme të kohës së re. Ushtria çlirimtare e Kosovës është diniteti, është integriteti, është kauza e drejtë. Prandaj sot kërkohet një mbështetje masive gjithëkombëtare. E thatë me të drejtë janë bërë disa protesta në Prishtinë, në Tiranë, në Hagë, në Strasburg, në Shkup, dhe tani më 17 shkurt. Pikërisht ditën e shpalljes së pavarësisë. Ata që kanë shpallur pavarësinë janë në burg. Pra, presidenti, kryeministri, kryetarët e parlamentit, kryetari i grupit parlamentar të vetëvendosjes dhe ministër Recep Selimi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Hashim Thaçi. Dua të ndaloj pak Azgan tek fakti që një prej prokurorëve, pra prokurori kryesor që dha pretencën,
në disa momente e dëgjova me vëmendje dhe jo me vëmendje, por vetëm ndër të tjera, ai thoshte që Hashim tha që ka gënyer. Po pra, e thash me. Po e the, po do ndaloj pak këtu, prandaj sepse edhe për ta strukturuar bisedën edhe për na kuptuar ata se çështja është na kuptojnë ata që na ndjekin. Në thelb këtë dua të dëgjoj nga ty Azgan. Pra, çfarë ndodh dhe pse të duhet një prokuror në këto momente të japi një deklarat të tillë? Pra, ku e gjen guximin dhe ku prokurori vërtetoi ato që thash që është zëdhënës panslav. Tani kështu ka ndodhur dhe ku është themeluar ushtria shërbimtare e Kosovës, e cila është themeluar në vitin 1997. Pa me 28 nëntor të vitit 1997, pas varrimit të mësuesit Halit Kecin nga Drenica, u shpall publikisht ushtria shërbimtare e Kosovës. Dhe është quajtur terroriste. Prandaj po të bëj një krahasim. Kjo është te kamera. Kjo është oda e Meçhalës, në kullën e Meçhalës, ku vetë isha para disa ditësh, pas përvjetorit të Edmond Hoxhës. Që ta afrojnë pak të ta shikojnë edhe. Po. Ja, këtu është okej, shikojnë edhe televizionin. Shikojmë edhe foton tjetër. Pra, kjo është oda me Meçhalës në Junik. Në Junik. Po. Me 24 qershor të vitit 1998. Holbrooku në këtë odë njohu ndërkombëtarisht, pra njohu si partnere ushtrinë shërbimtare të Kosovës. Buldazeri i Ballkanit zgjodhi Junikun për ta njohur ndërkombëtarisht ushtrinë shërbimtare të Kosovës, pasi ishte quajtur edhe u quajt terroriste. Pra, e njohu ndërkombëtarisht. Tani, ushtria shërbimtare e Kosovës, të gjithë veprimtarinë e ka pas në akord me NATO-n. E këtë ka shpjeguar edhe para gjykatës, edhe Christopher Hill, që është një nga organizatorët e Rabojes, edhe Clarku, dhe të gjithë, James Rubin, të gjithë pra nuk kanë bërë dëshmi individuale, por kanë bërë dëshmi në emër të institucionit që kanë përfaqësuar atëherë. Dhe mbajtja, deklaratat para Hagës, i kanë bërë me lejen e Departamentit Amerikan Shtetit. Dhe tani një prokuror guxon dhe thot, Hashim tha që ka gënjur ndërkombëtar. Kjo është e pafalshme, kjo është fatale. Sepse duan të njollosin ushtrinë shërbimtare të Kosovës, kanë patur një platformë të qartë, e kemi analizuar disa herë këtu në studion tuaj, e në televizorën tjera edhe bashkë me ju, pra bota serbe e mbështetur nga bota slave. E platforma është për të goditur ushtrinë shërbimtare të Kosovës, për të fragmentarizuar Kosovën, duke bërë ministetet pranë manastirëve, për goditja gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, fragmentarizimin e Shqipëri me lloj-lloj tezash, kombi kosovar, që është fiks të vërtetosh tezën serbe se kosovarët janë serb të turqizuar. Pra kjo ka qenë një platformë e qartë për të denigruar kombin shqiptar. Dhe me vjen shumë mirë që edhe kryeministri i Kosovës, para disa ditësh, ka bërë një deklarat ku ka demontuar të gjithë ata filozofët e kombit kosovar. Tha 2 shtete, 2 pasaporta, 1 komb. Dhe shkon në mbështetje të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, sepse ushtria shërbimtare e Kosovës ka bashkuar kombin. Pra jemi 1 komb, kemi 1 gjak, 1 gjuhë, 1 kulturë, 1 histori. Dhe ushtria shërbimtare e Kosovës ka mbledh gjemt nga të gjitha trojët etnike të kombit shqiptar dhe nga diaspora gjerë tek batalioni Atlantikut, pra ka qenë një kontribut gjithëkombëtar për të realizuar ëndrrën e shqiptarëve. Dhe tani kërkohet e njëjta gjë. Betejë për paqen, për fitoren e paqes është njësoj si betejë për luftën. Bill Clintoni tha qartë në Prishtinë.
luftën e fituam, hajde ta fitojmë paqen. Dhe paqja fitohet duke bërë bashkë në mbështetje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tani kemi bërë disa protesta me 17 shkurt. Çfarë do ndodhin 17 shkurt? Ditën e 17 shkurtit, shpalljes së pavarësisë. Është një protestë tjetër që organizon një shoqat Liria ka emër, UÇK, dhe që kësaj lëvizje ka dhënë mbështetje presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, Albin Kurti, por nuk mjafton thjesht një foto. Sot e ka denoncuar, e ka prokurorin e Hagës dhe Parlamenti i Shqipërisë, kam ndjekur me vëmendje dhe deklaratat e shumë drejtuesve dhe komunave në Maqedoninë e Veriut. Pra, përveç organizatat veteranët të luftës, ish ushtarëve të luftës, tani kanë filluar të japin mbështetje dhe përfaqësues të partive politike, të organizatave të tjera, por nuk mjafton kjo. Duhet thirrje publike të gjithë shqiptarëve, kudo që janë, në trojët etnike, të kombit shqiptar, në diasporë. Pra të gjithë shqiptarët duhet të bëjnë thirrje të gjithë përfaqësuesit e tyre, mbështetësvet vetë që me datën 17 shkurt në orën 14 në Prishtinë, në marshin në mbështetje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe djemve që do të Hag, me moton jo politik, por drejtësi, liria ka emër, liri për çlirimtarët. Azgan. Dhe unë shpresoj e besoj që tashmë shqiptarët janë vetëdijsuar, janë ndërgjegjësuar që përtej hadërmetjeve, përtej politikës utilitare personale, sot është në pikpyetje kauza e drejtë e luftës gjithëkombëtare të popullit për çlirimin e Kosovës. Prandaj, të gjithë së bashku të jemi në sheshin Skënderbej në Prishtinë për të bërë një miting madhështor në mbështetje të gjembëve që ndodhen në Hag. Ata sot kanë nevojë për mbështetjen tonë. Nuk është, e theksoj edhe një herë, apostrofoj faktin që nuk është problemi, a do dënohet Hashim Thaçi, as do dënohet Hashim Thaçi. E thatë shumë bukur. 3 herë ka bërë betejë. Ramush Haradinaj, simboli kalorës i lirisë Dardane, komandanti i zonës operative të rrafshit Dukagjinit. 2 herë në Francë, e 1 herë në Kolmar, Francës. Dhe kanë kërkuar 25 vjet prokuroria dhe ka marrë pafajësinë. Është vërtet. Pra lufta e UÇK-s është e drejtë. S'mund të njëllozej, s'ka asnjë fakt. Nuk ka asnjë fakt nuk kishin ata, asnjë fakt, asnjë provë me përjashtim e informacioneve të shërbimeve sekrete. Të cilat pra ata dëshmojnë që janë zëdhënës të shërbimeve slave për të goditur UÇK-n. Pra, paradoksi shkoi deri aty sa e theksojmë edhe një herë. Pra, kanë mashtruar NATO. Si ju mashtruar NATO? Kanë mashtruar institucionet ndërkombëtare. Prandaj me qëllim cila ai mu duk si këto bisedat që bëhet këtu në këtë politikën e rëndom në Shqipëri, që më tha mua i tha shumë atit, më tha ky mua. Politik ka vënesh orë zotëri. E thash edhe një herë. Ata kanë rehabilituar kriminal të luftës dytë botërore, serbët. Draža Milovićin me Gjurqiçin. Por ke komandant Gurin ti që është në Serbi, se kështu e kishte Novkën. Sot po. Ai ka qenë tek masakra e të Jashari. Sot Parlamenti i Shqipërisë e ka denoncuar prokurorin dhe ka mbështetur ushtrinë çlirimtare, ka mbështetur ata që ndodhen në Hag. Nuk mjafton zotëri. Rezolut për dënimin e genocidit serb në Kosovë. Ende se ka bërë. Shumë mirë ka bërë që e ka bërë për Srebrenicën. Ka qenë rezolut politike. Me thënë ndërkombëtarëve, ja, dënum masakrën e Srebrenicës. Po masakrën e Bihorit, që është Srebrenica parë, 9200 burra e gra, gjeme vajza, e në vra, në Maltëzi. I kanë djegë mullar të barit, zotëri. Ka në një fjalë nga politika shqiptare? Po masakrën e Tivarit, po masakrën kundër popullsisë çame, vëllezërve tanë nga Çovika. Pra, kjo deklaratë sotme duhet të shoqërohet me rezolutën për dënimin e genocidit të Slobodan Miloševićit e kasabit Ballkanit, makinerisë së tij ushtarake në Kosovë. Ka dëbuar 800.000 shqiptarë, zotëri, me operacionin Patkoj, të mbështetur nga memorandumet, protokollet, elaboratet e Çubri Jollivicit, Iva Andrićit, Ćosićit. Pra, Dobrica Ćosić thot, shteti serb shtrihet ideja që
ku është qenja e fundit serbe, ose patrioti mirë është ai që sa më shumë shqiptar vret. Po kjo është e tmerrshme. Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka qenë një bashkim vullnetar dhe ka qenë një grupim vullnetar për t'i dalë zot fateve të popullit të Kosovës. Dhe kanë ardhur djem e vajzë nga gjitha trojet etnike dhe nga diaspora. Po veçoj Agim Ramadanin, i cili ka thyer kufirin. Mbahet që njeriu që ka thyer piramidën. Dhe ka ardhur me koshiencë, me dhënë jetën për Kosovën. Mushterës në sytë, thoshte në qoftë se Po e ka një tjetër akoma më interesante. Ka bërë nekrologjin e vdekjes vetë. Tani thot, unë jam hi. E hije nuk kam. Se kam ndruar jetë, askush nuk e di. Pyesin vallë, ku kam mbetur? Në trupin tënë të brisht jam shtrirë? Jo, nuk jam tretur. Pra e ka parashikuar, ka ardhur me koshiencë, me dhënë jetën. Së bashku, ai është drejtuesi i betejave legjendare të Kosharës, së bashku me Salih Çekajn, ku janë 113 dashmorë. Pra dhe kur thyer për herë të parë kufiri Shqipëri. Dhe Wesley Clark ka një libër zotëri, Të bësh luftë moderne. Thot, Ushtria Çlirimtare na ka ndihmuar duke luftuar në male me ushtrit slave, sepse s'kan qenë vetëm serb, kanë qenë edhe ukrainas, kanë qenë edhe rus, dhe në lartësi të më të mëdha 2300 metra mbi nivel detit rras Kosharës, rras Zogut. Pra, dhe duke nxjerrë në fush për t'i bombarduar ushtritë e NATO-s. Po të marrë qetën, zotëri, komandant Tigrin, i cili vranë Maqedoninë të Veriut, thot, në ka lënë një testament. Si të doni me quni, thot. Me dëshmor apo jo, dashi me quni, dashi mos me quni. Por amanetin vëllezër të marruni. Po kush është amaneti? Amaneti është Ushtria Çlirimtare, sepse këta djem kanë qenë bashkëpunëtorët atyre që janë vra. Që kanë dhënë jetën, kanë bërë masakrat më të njerëzore, kanë vrarë në fshatin Shqiponj, që ata e kishin e quajtur Jabllanic, kanë vrarë gjyshen dhe stërgjyshen e Ramush Haradinajt, nënën Aze Brahimaj, nënën UÇK-s. Pra kanë vrarë gra, kanë vrarë fëmijë, i përmendëm me shifra, mos i kthejmë edhe njerë. Pra kanë bërë masakrat më të tmerrshme, dhe tani kush është dënuar për atyre? Dhe sa janë dënuar? Pra zëdhënësi i luftës, ministri i luftës, bashkëpunëtori me Miloševićit, çfarë ka qenë? Është president. Dhe duhet të ulen përfaqësuesit e Kosovës me nënshkruar marrëveshje me vrasësin. Pra viktima me agresorin. Pra po barazohet viktima me agresorin. Azgan, Faik Konica ka pasur një shprehje emblematike, thoshte historia bëhet e rrezikshme kur ata që shkruajnë kanë frikë të thonë se kush është fajtori. Dhe sot Haga duket sikur ka frikë të thotë se cila ishte pesha reale e krimeve serbe dhe kërkon ky lloj prokurori që të vë një baraspeshim, sepse ka kohë që tentohet me propagandë të vendoset një baraspeshim midis krimeve famkeqe serbe, genocidit serb me atë se çfarë ka bërë UÇK-ja. Dhe do doja të pyesja edhe pak si ke parë dhe qëndrimet e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit në Hag. Ka qenë qëndrime shumë dinjitoze, pavarësisht, domethënë, shifrës së madhe të dënimit, sepse është sigurisht dënim politik, po i përjetshëm. 45 vjet burg, ata nga 50, sipër 50 janë gjithë. Pra, është një dënim shumë i rëndë, i arshëm, prepotent, arrogant, por që ka një fuqi mrapa. Fuqia mrapa është antishqiptarizmi. Por shqiptari duhet ta themi ne të vërtetën. Ne, shqiptarët, duhet ta themi të vërtetën. Dhe pastaj duhet që t'i mbështesim ata. Pastaj, kur të tregoj, sepse kur flet Sovrani, të tjerë të heshtin. Sovrani ka fjalën me 17 shkurt. Ditën e shpalljes së pavarësisë, zotëri. Arkitektët e shpalljes së pavarësisë nuk janë aty. Ramush Hashim Thaçi bashkë me Ibrahim Rugovën ka qenë në Rambaje dhe burri vizionar Ibrahim Rugova propozoi Hashim Thaçin për kryetar të delegacionit. Pastaj Ibrahim Rugova propozoi Ramush Haradinin për kryeministër.
Po, ajo ka qenë zgjedhja e Rrugovës që Po pra, dhe nuk e lanë Haradinaj në atë kohë se ka qenë një nga njerëzit që ka punuar shumë mirë. Është momenti që të ndalet betejë politike mes partive politike, mes njëri tjetrit. Duhet kujtojmë. Ata dhe duan tani s'kan takat më të bëjnë luftë politike mes njëri tjetrit. Lufta politike zotëri, thash pra, Albin Kurti duhet i bëj thirrje mbështetësve të vetëvendosjes. Të jenë ditën sepse po festojmë ditën e pavarësisë, por nuk po e mbështetim atë që kanë nënshkruar pavarësinë. A është paradoks zotëri? I doli me qëndrim Albin Kurti. Albin Kurti doli me qëndrim, ja thash qëndrimin. Por nuk bëri thirrje me dalë shesh. Shesh zotëri. Mbështetësit e Albin Kurtit e të vetëvendosjes të dalin shesh. Mbështetësit e partive politike dalin shesh. Ata duhet dalin të ndjejnë o asgan të shlidhje ka politika aty, ta dalin të ndjejnë se është për lirin e tyre. Po për hake po bënë politikë me ty, zotëri, edhe ti du të bësh politikë. Si që kanë bërë kryetarët e nuk mjafton në Facebook. Jam shumë dakord. Dënoj aktin barbar, kompetent, prokuroris. Jo, nuk mjafton një deklaratë, zotëri. E dënoj, por jam me ty. Me ty si e në Hag, zotëri, nuk mjafton kjo. Sot është koha e aktit. Sot është koha që presidenti i Kosovës të ndëroj me dekoratin më të lartë ata që ndodhen në Hag. Sot është koha që presidenti i Shqipërisë të ndëroj me dekoratin më të lartë ata për aktin e madh. Presidenti i Shqipërisë do shkonte në Maqedoni, më duket. Po s'ka rëndësi më ku shkon presidenti. Unë thash i bëj thirrje publike. Sot bashkitë e Shqipërisë, komunat e Kosovës, komunat e Maqedonisë Veriut, që janë të shqiptarëve, duhet të ndërojnë me titull nderi, zotërit, në prag të 17 shkurtit. Të ndërojnë ata që kanë sakrifikuar gjithçka për Kosovën. Ky është ka koha e aktit. Nuk ka më lojra fjalësh. E dënoj se dënoj. Unë shpresoj e besoj që gjithë shqiptarët do të jenë me 17 shkurt. Kush e ndjen veten patriot, kush e ndjen veten shqiptar. Duhet ja thuash dhe orën në askan. Po ja thash pra, 17 shkurt, ora 14 në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Unë me vjen mirë që ka një, do të them që me vjen mirë që ka një angazhim maksimal. Unë kam qenë tash 3 ditë edhe në Malzi, ka një angazhim të madh dhe në Maltëzi. Pata disa takime shumë të rëndësishme me kryetarin e komunës së Tuzit, Lindon Gjelaj, me kryetarin e komunës Ulqinit Gencin Imanbegu, me ministrin Marar Dukaj, me ministrin e administracijës publike, e përshëndesim Marashin se e njohim. Me zëvendës kryetarin e parlamentit të Malit. Përshëndesim dhe këta që si njohim se jam lezrit tanë. Me zëvendës kryetarin e parlamentit. Se po e bëjmë dhe ne ata dhe këta. Isha për Oçekan isha. Po, jam dakord. Me takim me kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptarit Malizi Fajknika, me zëvendës kryetarin e parlamentit të Malit të Zi Nikol Camaj, takim me Ferhat Dinoshën Nish, ministër, ambasador, kryetari i Unionit Demokratik Shqiptarit Malizi, me kryetarin aktual të Unionit Demokratik Shqiptarit Malizi, Mehmet Zenga, deputet i këtij parlamenti, me drejtuesin, veteranin e Lidhjes Demokratike të Malit të Zi, Mehmet Bardhi, me zëvendësin e tij tani Saubi Mehmeti, me Gzim Ajdinagën, një veprimtar i madh, i çështjes kombëtare, ish kryetari i komunës Ulqinit, ish deputet, tani drejtor në Ministrinë të Kulturës, drejtori i përgjithshëm i kulturës, me shumë shoqata kulturore, artistike të Malit të Zi, të Tuzit, të Ulqinit, të Plavgucisë dhe ka një angazhim maksimal për të marrë pjesë me 17 shkurt në orën 14 në Prishtinë. Gjithashtu, më datën 14 do mlidhet dhe Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve të Malit të Zi për të parë propozimin e shoqatave, organizatave veteranëve të luftës të dalë nga lufta në Kosovë, për të organizuar dhe në Malit të Zi një protestë të madhe në mbështetje e në solidaritet plot me çlirimtarët që ndodhen në Hag. Dihet që Mali i Zi ka pas një kontribut të jashtëzakonshëm, aty është bërë dhe, sepse jemi dhe në prag të 115 vjetorit në muajin mars, pra me 24 mars ka filluar kryengritja e
Malit Zi, e udhëhequr nga det Gjalluli, ku ngrit për herë të parë. Maqedoninë e Veriut ke bërë takime? Maqedoninë e Veriut ishim në Shkup. Ishit në Shkup e di, po thasha keni bërë tani se. Sigurisht që kam pas takime të vazhdueshme me simbolin e Maqedonisë së Veriut, Ali Ahmetin, dhe me shumë veprimtar tjetër të çështjes kombëtare, por të kthehemi edhe te Mali Zi dhe pra kemi thash kryengritjen e parë 115 vitorin dhe ngritjen e flamujt shqiptar për herë të parë në Mali Zi me 6 prill, një kryengritje që i filloi me 24 dhe me të drejtë populli thotë kryja e dytë, vlora e parë dhe Gjalluli flamurtar. Kemi në 18 maj të vitit 2006 në referendumin e madh që u bë atëherë u shkput pra Mali Zi u shkput nga Serbia, ishte knockdowni i fundit që i dhanë Slobodan Miloševićit, njohja e pavarësisë së Kosovës nga Mali Zi dhe nga Maqedonia e Veriut si dy republika të ish Jugosllavisë, ishte një goditje e madhe për Miloševićin. Kështu që shpresojmë që hartës së protestave të gjithë shqiptarëve të bashkohet dhe Mali Zi fuqishëm, sepse Mali Zi për shkak të diasporës që ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm ka vokacion perëndimor. Gjatë këtyre ditëve pata një takim me kryetarin e shoqatës Jona Malësisë, Zef Berisha, që kishte ardhur enkas nga Amerika. Kështu që ka një angazhim maksimal pan-shqiptar për të përgjigjur pan-slavizmit apo botës serbe. Dhe unë besoj që shqiptarët kësaj radhe do të thonë fjalën e tyre në Prishtinë. Azgan, nëse qëndrojmë në këto zhvillime dhe nëse analizojmë atë që po ndodh në gjithë të kontekst geopolitik, por edhe që neve na bën më shumë përshtypje se lidhet me një luftë e cila ka qenë për liri. Nuk ka qenë një luftë e cila vëllezërit tanë në Kosovë nuk e kanë dashur, as vëllezërit tanë në Maqedoni nuk e kanë dashur. Ju ka ardhur te dera dhe ka qenë i vetmi mjet dhe mundësi për t'ju përgjigjur. Sot, gjithë këtë situatë, a do duhet Azgan dhe këtu të pyes si qytetar, a do duhet që edhe politika jon, por edhe elitat intelektuale tona, do duhet jenë më të kujdesme, sepse në Hag janë përdorur edhe akuza që këta i kanë bërë njëri tjetrit për qëllime politike. Dhe kjo në atë çfarë unë shikoj, është jo vetëm amatoreske, por a duhet i thrasin edhe mendjes aktorët kryesor shqiptar të politikës që të jenë më koshient kur bëjnë akuza ndaj njëri tjetrit? Sigurisht ka ardhur momenti, unë thash, ka ardhur momenti që ushtria shqiptare e Kosovës është kryefjala, kallëzuesi, refreni i shqiptarizmit. Prandaj ka ardhur momenti i një pajtimi të madh, sepse jemi në goditje nga gjitha anët. E thatë shumë bukur që ne s'kemi dash luftë. Edhe tani po kujtojnë vargjet lapidare të një pajtje të madh. Tropojesa me Italia, mos ma shaj barbar lahutën, se unë kur se kam dash luftën. S'kam dash të këngë me pushkën gjak, e pushkën gjak, gjersa më solle, varrin prak. Tani pse e përmenda lahutën? Se serbet na e vëdhen gjoja lahutën me guslën. Dhe ishte shpirti i eposit të Krishnikëve lahuta. Dhe ushtria shqiptare e Kosovës, në lëndinat e Kosharës, këtë epos ka kanë kritizuar. Eposin e Krishnikëve. Ashtu si që ndesh Muj e Halili me kralit serbe, ashtu si që ndesh Gjergj e Lezalia me Bajlozin, ashtu e ndesh Gjem dhe Uçekes me Bajloz dhe Serbis. Ende pa u tharë gjaku, i plagët vjetra, kanë dalë dhe kanë marrë plagë të reja, apo edhe kanë medhë në mejdan për linë e Kosovës. Dhe komandanti legjendar, Adem Jashari, ka rënë duke kënuar Mersajezën Uçekes, pra vargjet lapidare të dervishaqës, më i Shqipni, më thuj Marova, se djemtu, hala janë gjallë, në këmë më shqua rep të Kosova, e ban luftën balë për balë. Pra në qovë se qysh në kohën e Aleksandrit Madh, Piros e Pirit, Gjergj Kasiotit e Skënderbeut, para se të hynin luftë, ata së bashku me luftetarët të tyre, për të hequr me qonet luftetarëve Kërsenin, Adem Jashari ra me këngë zotëri. Dhe Gjem dhe Uçekes gjenë më të shtrejt që kishin, kur binin në mejdanet e nderit, kishin kasetat e këngëve patriotike. Pra ata binin
me këngë patriotike dhe lahuta e pranuar tani në UNESCO, duke i shtuar xhubletës 4.000 vjeçare, dëshmon që ushtria shërbimtare ka mbrojt trojet e vetë, zotëri. Serbët çfarë nuk bën për të kapur Ilir Shaqirin? Para 4.000 vjetësh kemi qenë ndveshur me xhublet, me ples e me xhamadan. Dhe gjithmonë moda e ka qenë, për këtë ples e jap një ples. Ose për këtë tokë e jap një kokë. Është vërtet. Por tani, për të bashkuar tokat, duhet të bashkojmë kokat, që e thatë shumë bukur ju. Pra duhet me mendjet e ftoft e me zemër të nxehtë. E me shpirt të ndezur, me i folë vetës, me i folë kombit, zotëri. Pra, ushtria, të kthehemi, ushtria shërbimtare ka bërë luftë mbrojtëse në trojet e veta. Pra, ata ende kacavireshin pemve, pa ardhur. Kur ne ishim veshur me xhublet, me ples, me xhamadan, me çakshir, me tirç. Ne kishim eposin, si pas Ramadan të Sokolit, që është 1350 zotëri. Eposin e kreshnikëve, kurse ata nuk kanë epos, nuk kanë kulturë, sepse nuk kanë asgjë, gjithçka kanë artificiale. Në qoftë se sipas përcaktimit filozofik, shqiptarët futen të kombet etnokulturore, sepse ne s'mund të themi jemi komb dinastik, as komb politik. Por sipas thash futem të kombet etnokulturore, ata as nuk janë komb dinastik, as politik, as kulturor. Ndaj krejt sulmin e bajnë me na vjedh kulturën. Kuslen, lahutën, pra. Dhe ne vërtetuam që lahuta është para guslës. Po përpiqen këta qertë, vëllezërit e tyre grek, me na marr vallën e perike. Pra, kërkojnë, si të bën dhe me isopolifonin, duke na gënjur këta të Ministrisë Kulturës, që gjoja kena fut polifonin, në fakt kanë fut isopolifonin. Pra, ne fatkeqësisht sot nuk kemi platformë zotëri kombëtare. Kemi 2 akademi dhe s'kemi ende platformë kombëtare. Në qoftë se ata kanë vetëm Rambuje, gjatë kohës Rambujes, janë bërë disa doktor shkencash, duke mbledh fakte për të denigruar racën shqiptare, duke quajtur shqiptar shtektar, endacak, arkitekt Mullarit Barit, ti s'ke asnjë mendim akademik për çështjen kombëtare. Por përkundazi, edhe kur goditet gjuha shqipe, heshtin akademikët. A thuhet që nuk pati një përpjekje nga gjykata kushtetuese në Maqedoninë të Veriut për ta hequr gjuhën shqipe zotëri, e pikërisht në Maqedoninë të Veriut, aty ku është bërë njësimi i gjuhës shqipe në 908 në Kongresin e Manastirit. Pra, ata kanë platformë, ne s'kemi ende platformë. Pra, në mungon platforma, sa akademist jam, çfarë mendimi akademik kemi sot për çështjen kombëtare? Kjo është e vërtetë. Kjo është shumë e vërtetë, pra kemi 2 akademi dhe kemi njerëz të frustruar, akademik jo akademik, që i kanë frikë të dalin për zotat dheut. I kanë frikë fjalën komb, e kanë frikë fjalën dhe, e kanë frikë fjalën lahut, e kanë frikë fjalën çifteli zotëri. Çifteli na e morën. Prandaj sot ne kemi një alat. Alati strategjik. I joni janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa herë kemi denoncuar këtu përpjekjet për të institucionalizuar anti-amerikanizmin edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë në emër të sovranizmit. Tani në qoftë se nuk do të ishin amerikanë, a do ishim të çliruar sot Kosovën? Jo, zotëri, nuk do të ishim. Këtë kemi diskutuar qintene, edhe tezat sovraniste nuk pinuin në këtë vend. Po tani, sa herë kemi trajtuar çështjen e Përshevës? Tani, a erdhi dita që për 180 ditë Departamenti Amerikan i Shtetit do bëjë një raport investigativ kundër pasivizimit për të çpopulluar Përshevën? Po pra, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që akuzojnë publikisht Serbinë për qëndrimin që mbajnë ndaj luginës Përshevës. E njëjta gjë po ndodh dhe në Maqedoninë të Veriut. E njëjta gjë po ndodh dhe në Maltezi. Pra, shqiptarët nuk kanë pse të kurren. Tani ata në momentet kruciale të tyre dhe është momenti që ajo s'po i lë politika as gambasa. Po i theksoj edhe një herë. Po i vej theksin, kryefjala, kallëzuesi, refreni, diniteti, integriteti i shqiptarëve në ushtria shërbimtare sot zotëri. Dakord jam. Dhe janë mundur jo serbët, janë mundur sllavet në këtë luftë, sepse kanë qenë mercenarë të Ukrainës, kanë qenë mercenarë të Rusisë dhe e di mirë që kanë qenë dhe i kom pa, i kemi përcjell në betejat e Kosharës, në betejat legjendare, thash, betejat
homerike të kosharës që ngjasojnë me betejat spartane, zotëri. Nënat e Kosovës, ajkunat e Kosovës i përcjellin gjemë të vetë si nënat spartane, në qoftë se nuk, o hajde me flamur në dorë, o hajde i përcjellin flamur. Dhe respekt du të kemi sot për ajkunat e Kosovës, që kanë humbur merë të tyre të shtrajt. Respekt du të kemi sot për sot e Galicat që kanë humbur zemë të tyre të shtrajt, zotëri. Dhe amaneti atyre UÇK-ja është. Po pra shokët e UÇK-s, shokët e atyre janë në Hag, zotëri. Amaneti tyre janë në Hag. Pra në gjithë beteja, e theksoj dhe njërë, beteja për paqen është njësoj si beteja për luftën. Azgan, do doja në fakt para se të kaloja tek konstatimi apo tek diskutimi i radhës. Po pra, e kemi thënë dhe herë, po e theksojmë prapë. Çiftelia ka dy tela. Andaj nga unë, çiftelia një nga instrumentet kryesore. Njëri tel, tu t'i bijem shqiptarëqë, tjetrit amerikanëqë. Po dolem nga ky akord, o prish. Mi të humër. Ja, po shumë, kë kemi mik në Evropë? Asnjë. Ja, Evropa, pra. Ja, Haga. Ne të vetëmi mi kemi pasur peranorinë austro-hungareze. Po. Austria ngelet pak tani. Austria ngelet pak, për se ka të fuqi. Atëherë kishte fuqi. Dhe perandoria austro-hungareze ishte për pavarësi. Dhe këmbgula saj ishte për pavarësi. Po, është vërtet kjo. Dhe ne kemi kaluar historinë nga histori, dhe më thënë shqiptarët në përballë me memorandume, me protokolle, me marrëveshje fsheta, me elaborate, me qysh nga 1844-45 kemi drejtuar herë Ilia Gashanini e Koletis, kryeministri i Greqisë dhe ish ministri jashtë, ish kryeministri i Jugosllavisë, kanë hartuar ndarjen e Shqipërisë për shkumbin, zotëri, në Çertanja dhe me Galidhea. Sa herë ka pas probleme, ata i kanë gjerë nga sirtarët, elaboratët, platformat. Sa protokolle në bërë? Sa protokolle? Pyka shqiptare, Çubriloviçi. Shfarosja e Arnautit, thoshte Çubriloviçi. Pyka shqiptare, pykja Arnautëve, apo Iva Andriçit, apo Qosiçit. Po, Çubriloviçi ishte antar i bandës që kanë marrë pjesë në ekzekutim në 1914, që shkaktoi luftën parë botërore, që vranë oficerët. Azgan, unë do doja që këtë intervistë me ju ta mbyllni ju me një thirrje, mund të pish dhe pak ujë ndërkohë që unë formuloj pyetjen, mund të pish ujë që se vjen në natyrshëm edhe konsumimi i ujit për shkak të intensitetit që ka biseda, por edhe për shkak të emocioneve që përjeton njeriu kur flet për UÇK-n. Tashmë do doja në fakt Azgan nga ty të bëje një thirrje për protestën që është në datën 17 shkurt, do të jetë në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Do të ketë, besoj, një pjesëmarrje masive, është zgjedhur pikërisht dita e lirisë së Kosovës, është zgjedhur pikërisht dita ku forcat politike u bën bashkë për të proklamuar diçka më madhore, apo për të nënshkruar diçka më madhore, dhe duhet të i bësh një thirrje qytetarëve të cilët na ndjekin live, por dhe ata që shikojnë emisionin më vonë, duke qenë se ne jemi live në këto momente, por emisioni ngel aty edhe do dua të i bësh një thirrje. Sigurisht pra data 17 është datë historike. Drejtoju kamerës aty, Azgan, mos mu drejto mua se keme ata tani. Kur shfletohen kalendaret, historia shpalos datat. 17 shkurt është një datë historike, për të cilën është derë gjak shumë i madh, për cilën janë dhënë mira jetë njerëzore, për të arritur në ditën historike të 17 shkurtit, dhe disa nga protagonistët ndodhen në Hag. Pra 17 shkurti fton gjithë shqiptarët në orën 14 në sheshin Skënderbej në Prishtinë, me motën jo politik, por drejtësi, liria ka emër, UÇK, liri për çlirimtarët. Pra, pas disa protestave që kanë organizuar organizatat e vërtetë të luftës, vjen një protestë tjetër që organizon liria ka emër, që e kanë mbështetur gjitha organizatat e dala nga lufta, dhe besoj si do të ketë mbështetjen e gjithë shqiptarëve. Pra, është thirrja ime shumë vllazënore, tepër shqiptarisht, është moment krucial, moment kritik, që jemi të gjithë së bashku me datën 17 ora 14 në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Unë jam i bindur që shqiptarët tashmë janë vetëdijsuar, janë ndërgjegjësuar
që ka koha që ta vlerësojmë betejën për paqen ashtu si betejën për luftën. Në qoftë se kemi fituar luftën, tani ta fitojmë paqen. Azgan, të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e kësaj bisede. Shumë falenderoj, unë gjithmonë do të jem në dispozicionin tuaj. Azgan, di që unë kam kënaqësi se dhe të vlerësoj tani se unë si bëj këto hipokrizira kështu dhe ti e dikte për te kamerave, kështu që do të ishte gjithmonë kënaqësi. Po kënaqësi është për mua sepse bota është e guximtarëve, thot Shakespeare i madh, ju jeni gjallë që keni guxuar, guxoni, s'ka gjë më të çmuar se sa fjalën. Në Malësitë Gjakove s'ka një postulat, mos të vdekt fjala. Dhe disa njerëzve u vdes fjala sepse nuk kanë mundësi që ta thonë fjalën sepse nuk u jepet hapësira sepse tashmë kontrollohet fjala. Në vërtet është. E vërteta të bën të lirë dhe të vërtetën njeriu thot me fjalë. Alfabeti është me 36 shkronja. 3 shkronjat ka të tarta. UÇK. Prandaj sot betejë është për UÇK. Azgan, të falenderoj shumë. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek live në këto momente, duke falenderuar secilin prej jush që komenton dhe shpërndan emisionin Sinjal, por dhe emisionet e tjera që ne bëjmë këtu në Antena Televizion. Mos u largoni, do të rikthehemi pas pak mbi analizën e zhvillimeve të brendshme politike. Ne herë tjetër do ta kemi të ftuar Azgan Aklajn për zhvillimet dhe ngjarjet e brendshme politike. Sot u fokusuam drejt për drejt mbi atë se çfarë është më e rëndësishme mbi thashethemet e politikës tonë, që është lufta e UÇK-s dhe lirimi i komandantëve nag. Nga unë Ermal Peçi, do të shihemi pas pak, mos harroni subscribe dhe dëgjohemi.